Jemi rikthyer në studio të dashur shikues të televizionit Tugagjini, po vazhdojmë tutje me një tjetër bisedë këtu në studio, ku kam kënaqësinë që të shpalosim krijimtarinë artistike sot bashkë me aktorin e mirënjohur Ali Demi. Mirëserdhje, shumë kënaqësi të kemi sot në studio. Mirëserdhje, faleminderit për ftesën. Si po ecin këto ditë për juve? Kemi pa prej postimeve të fundit që keni qenë goxha të angazhuar në teatr apo jo? Po, mirë. Më thonë, kanë qenë disa muaj me punë intenzive, edhe në teatr, po edhe jashtë teatrit. Tash pak jemi më qetë. Pra ka fillu mirë ky vit, Po, shumë mirë, po. Do me thonë prej vitit kalum me teatr, kur fillum sezonën artistike, prej pushimeve që ishim, me ka gjysmë e gushtit, me fillimin e shtatorit me repertorit, do me thonë kemi qenë tepër aktiv, me repertorin e teatrit, me shfaqjet, reprizat e shfaqjet më hershme, me shfaqjet të reja, edhe tash e përfundum me shfaqjen me premierën Kabaret. Këto janë për momentin. Si u prit shfaqja e fundit Kabaret? Shumë mirë. Kemi dhënë 6 shfaqje këtë muaj. Do me thonë si unë caktu reprizat, biletat janë rezervu me njerë për gjitha mbrëmjet. Tash do t'jetë prapë në muajin e ardhshëm. Një shfaqje shumë e mirë, një realizim shumë i mirë i këtij projekti. Po e shohim edhe një fotografi, çka trajton pikërisht kjo shfaqje? Po shfaqja Kabaret është me motive nga Joe Masteroff, ngjarje që ka ndodhur diku në Berlin në vitet 30-ta. Mirë po, kjo shfaqje që na është punu prej, do me thonë, dramatizimi dhe regjia është e Zana Hoxhës, edhe ajo ka kthy në vitet, do me thonë, Kabaret 1999, pas luftës në Kosovë, ku shfaqja trajton pas luftën, ku secili fillon me një jetë të re, me hallat që i ka. Shfaqja përmban brenda vetes vallëzim, këndim, lojë të aktorëve, do me thonë është një gërshetim i gjithë këtyne dhe është një shfaqje që rrjedh shumë natyrshëm me një laramani skenash që është tepër interesante, edhe shumë e mirë, edhe shumë e ngrohtë edhe për publikun, ku nga procesi si rrjedh shfaqja, do me thonë edhe publiku fillon kemi publikun në skenë, do me thonë jemi afër ku luajmë edhe ne, është edhe publiku në tavolina, është Klub Evropa, do me thonë është një improvizim i një klubit, ku janë myshtërit aty, do me thonë publiku është ai myshtëriu aty. Edhe fillon inkorporohet shumë lehtë me shfaqjen, do me thonë edhe publiku. Edhe kjo është e veçanta e këtij projekti, që unë e falenderoj gjithë ekipin që kemi punu bashkë, ka qenë një punë shumë e mirë, ekipore, se kjo është, kuptohet, punë ekipore. E falenderoj zonën për kushtimin që ka pas edhe besimin. Spari ajo ka pas besimin në vetën e vetë për këtë projekt, që ka insistuar deri në fund, po mandej ka qenë edhe besimi jonë, edhe ajo që ka besuar ne, edhe kemi shkuar deri në fund, do me thonë, edhe kjo është e mira, edhe në fund u kurorëzuar me një sukses shumë të madh. Publiku krejt në një vend tjetër në këtë shfaqje, keni pas shumë afër, po besoj që dhe ato përshtypjet e tyre keni mujt me i marrë më shpejt. E priti mira, apo jo, dhe publiku? Po kjo është e mira dhe e veçanta e teatrit. Do me thonë edhe shfaqjet tjera që publiku është salla, që është si zakonisht me shfaqjet. Mirë po, aktori e ndin publikun. Do me thonë, emocioni në teatr është i veçantë, është në kohë reale, kur e ndjen reagimin e publikut, e ndjen duartrokitjen, e ndjen buzëqeshjen, qeshjen, apo ndodhe edhe qetësinë kur është. Do me thonë, kjo është e veçantë, sidomos tani në këtë shfaqje që publiku është shumë afër. Po është edhe e kundërta, edhe publiku, do me thonë, ka aktori që janë ndinë edhe frymarrjen, edhe syrin kur lëvizë edhe frymarrjen, edhe kjo është edhe më e veçantë. Po e shohim edhe aktorën Aurita Agushi në këtë fotografi, si ishte bashkëpunimi me të? Po, me Auritën unë kom punu shumë gjatë, kemi luajtur në shumë shfaqje, edhe më herët, kur postova unë këto fotot
për shfaqen me Auritën, edhe pash Aurita mandeja kishë bëni share këtyne fotove, po e kishë shkruar që mirë, një 2-3 rreshta. Kush dënë me i pa 2 kolegë, 2 shok, mundeni me arë me i pa sante, 2 kolegë, 2 shok që i ka rrit jeta edhe skena bashkë, që është shumë e vërtet. Do me thonë, ne kemi një jetë tonë bashkë që kemi punu në teatr, edhe është kënaqësi me punu me Auritën, me pas kolege në skenë, po edhe shoqe. Po në përgjithësi në pjesën e teatrit në jetën teatrore, jeni që shpikohës studimeve, apo jo në teatrin e Gjilanit? Po. Keni dhe në shfaqe? Unë kam fillu, do me thonë, prej studime, prej vitet 90 me bashkëpunu, sa isha në Prishtinë, me teatrin e Gjilanit, në disa shfaqe. Edhe mandej me përfundimin e luftës, u këthyn edhe ishë aktorët që kanë qenë ma herët, tani fatkeqësisht shumica prej tyre janë penzionu, edhe u bëna pjesë e ekipit, pjesë e ansamblit rezident të teatrit të Gjilanit, edhe fillum, me thonë, prej vitit 99 e këndej, shfaqe pas shfaqe edhe kështu. Pra prej ati viti jeni rezident në ansamblin e teatrit? Po, në ansamblin e rezident. Si ka qenë këto vite eksperiencë në teatr me bashkëpunëtor, me aktor, regjisor, gjithë ato ekipe, ndërsa që janë ndryshu gjatë viteve? Po, kjo ndërsa edhe janë bë këto vite që unë kom bet aty. Kur kom fillu unë si student me ekipën tjetër që kanë qenë, me aktorët edhe aktoret pak të shtim në mosh, në flasë për atë periudhë, unë kom qenë nështë një urë lidhëse mes gjeneratave, nështë pas me e kanë orë generatat më të reja. Edhe tash unë e kom pas një bashkëpunim edhe me këtë gjeneratën që kanë qenë pak më në mosh, edhe me gjeneratën që kanë orë pas meje. Edhe bashkëpunimet kanë qenë shumë të mira gjithëherë, kemi qenë shumë të afërt me një tjetrin, edhe jashtë punës profesionale, në jetën e përditshme, edhe sot ditë vazhdojmë kështu, edhe gjeneratat e reja që kanë orë, dhe me thonë është një atmosferë shumë e mirë në teatrin tonë, ku kalojmë shumë mirë me zvete, po edhe në këtë projektin që folëm për kabaret, dhe me thonë përveç Auritës, ne kemi pas bashkëpunim fenomenal me gjithë ekipin. Kanë qenë aty aktorë që unë kam lujtë edhe më herët, edhe me kushtrimin, qerimin, me safetën, me gzimin, kanë qenë hera parë ndoshta që kom punu me Blendin, me Edonin, që është prej Prishtinës, me Semirën që është një aktore fenomenale, edhe është kënaqësi me punu me bashkëpunu me të. Kemi qenë një ekip shumë i mirë. Ka pas edhe balerina që kanë qenë prej trupës baletit, që është kanë një kombinim shumë i mirë për tanësi e projektit. E veçanta e kësaj, do me thonë, është janë këto gjona që kanë kalu vite, raportet me zveti, mes kolegëve, që na kanë bo me vazhdu punën dhe mos mundale asë njëherë. Për shkak që i përmendet edhe ato vitet e studimeve, si kujtonim, tregua që keni punu edhe në atë kohë me aktorë që ndoshta kanë qenë edhe shumë më të vjetër në moshë. Çfarë keni mësuar ndoshta prej tyre në atë periudhë? Po, në atë periudhë, për mu kanë qenë në moshë, mirë, po ata kanë qenë të ri atëherë, se unë kam qenë shumë i ri. Po, prej si cilit kam mësuar diçka, se ata kanë pas përvojën, do me thonë gjatë. Me çdo regjisor është një përvojë e re, edhe tash kur punojmë, do me thonë, ky profesion është i tillë që nuk përfundon asnjëherë, unë i kam mësuar gjitha dhe u kry. Çdo shfaqje na mësojmë diçka të re, që se kemi pa, ndoshta se kemi ndëgju. Çdo regjisor ka sistemin e punës që dallon prej tjetrit, tash pavarësisht cila dramë punohet, çfarë teksti është, mirë po metodat shumica regjisore, do me thonë, i kanë të veçanta, edhe ne mësojmë çdo herë diçka të re. Po, në ato vitet e studimeve, ndoshta shfaqjet e para, ato emocionet e para, i kujtoni edhe sot me nostalgji? Ka qenë kohë shumë interesante, më thonë, një periudhë, po një kohësisht edhe shumë e vështirë dhe e rëndë, vitet 90-ta, kur punëtorët, do me thonë, punëtorë shqiptarë ishin largu prej pune, prej institucioneve në gjithë Kosovën, po edhe aktorët. Në atë periudhë ka funksionu në Prishtinë teatri Dodona, që ka qenë dera hapën për studentat, edhe jeta kulturore, artistike, u ka në shtëpi, në teatrin Dodona, ku kam lujtë edhe unë si student me disa shfaqje.
Jeta studentore në atë periudhë kone, e thashe, vështirë, rëndë edhe jo e zakonshme. Do me thonë për shkak të situatës politike që ka qenë në atë periudhë, me një represion policor përhershëm, të përditshëm, që kur jemi nisë me shku në ligjerata, do me thonë kanë qenë vendet caktume në për shtëpi, në për objektet ndryshme, është dosh me menu rrugën ka për me mrejë aty, ku ka ndoshta ka policë në këtë rrugë, apo nuk ka. Po edhe kur jemi këthy, do me thonë, prej teatrit, prej me shku ku kemi banu në për ato, u ka një kohë shumë e vështirë, shumë e rëndë, u ka një sakrificë përveç mësimit, do me thonë, u konë edhe, po e mira u konë edhe një vullnet i studentëve në përgjithësi, që na ka majtë, do me thonë, na ka majtë aktiv edhe me punu, po njëkohësisht e kemi pas një vullnet shumë të madh. Se një ditë do të çlirohemi edhe do të vinë ditë më të mira për neve. Ka qenë problem edhe trajtimi i temave të caktuara në atë kohë, në një shfaqje, që kanë pas ndoshta të bëjë me motive shqiptare apo diçka? Po jo, ajo periudhë ku nuk më thëmë, teatri kombëtar ka funksionu mirë po shumë pak se ka qenë masa të dhunshme në teatr. Ka bo ndonjë shfaqje sa me thonë, mirë po si student na nuk kemi pas kushte, dhe me thonë jëmë punu në kushte studentore në Dodona, në teatrin Dodona, ku jënë fillu prej gjenerata pare aktrimit, dhe me thonë me profesorin Faruk, jam talent si Umahi, ka qenë shfaqja e parë, që është punu, po edhe gjitha shfaqje tjera për diploma, ato e në punu në ato kushte që kanë qenë, me ata punëtor që kanë qenë të punësum teatrin Dodona, dhe u konë edhe teatri për fmi, teatri kukullave dhe fmive. Mirë po nuk jenë kursy, gjitha të punëtor me ndihmu student për me realizu një shfaqje. Pa të ardhuna, pa do me thonë ndryqusi, zërimi, krejt gjonat kanë shku, do me thonë me një përkraje për i gjithë dhe me bo një realizim në teatrin Dodona. Në klasën e cilit profesor këni qenë në atë? Kam qenë Enver Petrovcit. Si e kujtoni të ndjerin sot, profesorën? Po, është e pa mundën në gjdo projekt që punojmi, pa në i moment, në i ditë, me të kujtu fjallë të profesorit, kur në ka dhonë, du me thonë, për temat ndryshme, për lojen, për diksionin, për gjitha gjonat, me arë një moment me të kujtu profesorit që je mirë, përse je keq. Kam kujtime shumë të mira për punën që ka bo, po jo veç për profesorit Enver, po edhe profesorëve tjerë. Kujtohet profesori Ramiz Kelimendi, që kemi pas profesor, që ka pas një përkushtim shumë të madhë në lëndë që kemi pas të ajë, që është mundu me çdo kusht me na ngulit në kokë gjuhën që do të me folë në teatr, gjona tjera, ka folë për çështjet kombëtare. Në atë kohë studenta nuk e kam pas thashë vetëm mësimin, po kanë qenë preokupuar edhe me këtë gjonat, edhe me çështjen kombëtare, me shumë gjona tjera, organizime tjera që ka pas, protesta e shumë çka. Profesori Abi Nukšići e shumë tjerë. Po përveç krahaskrit atyre viteve në teatr, në njëjtën kohë kanë qenë gjithmonë aktiv edhe me pjesën e serialeve, filmave, dhe të tregua që teatri ju jep një ndjenjë tjetër, të e pas me njëherë publikun afër, në kohë reale, ato përshtypjet e tyre, si cilësoni dhe këtë pjesën e viteve të serialeve, filmave, xhirimeve në përgjithësi? Po, unë kam pas edhe angazhime edhe në film, edhe në seriale, ato mundësi që kanë qenë, dhe me thonë, që me janë ofru, është normal është edhe përvoja tjetër para kamerës, është edhe ajo diçka tjetër që është shumë e mirë. Edhe për aktorin është si me thonë, është e njëjtë, është punë profesionale, do me thonë, edhe kur lunë në film edhe në serial. Viteve të fundit, përvojat e mia kanë qenë në filmin Ilirikum, që kanë qenë koproduksion 5 shtete. Kanë qenë Kroacia, Slovenia, Bosnia, Italia dhe Kosova, me një ekip shumë të madhë, që është punu në skenar prej kroatëve për disa vite, dhe regjisori ka qenë kroat, Simon Bogojević Nara. Po kroatë kanë qenë edhe me budget kryesor në këtë projekt. Ka qenë një përvojë e jashtëzakonshme, ku kemi qëndru një muaj apo më gjatë në Bosnjë, në Sarajevo, gjithë ekipi,
prej gjitha shteteve që kanë qenë pjesë e këtij ekipi. Prej Kosovës producent ka qenë Fatmir Spahiu Bufi. Kemi qenë një ekip shumë i mirë prej Kosovës, që kemi pas një bashkëpunim shumë të mirë, edhe u konë kënaqësi me punu, edhe një përvojë shumë e mirë, sidomos profesionale, me krejt gjonat që kanë qenë në departamentet e ndryshme të filmit, të fillu prej regjisorit, prej kostumeve, prej grimit, prej gjitha organizimit, ka qenë një përvojë fenomenale edhe shumë e jashtëzakonshme. Po në përgjithësi rëndësia e këtyre koproduksioneve qoftë mes shteteve të ndryshme të Evropës apo tjera, apo edhe mes teatrove të qytetit në përgjithësi që i kemi në Kosovë. Sa është rëndësishme ndoshta që edhe publiku, ndoshta i teatrit të Prizrenit të njihet me teatrin e Gjelanit të kemë bashkëpunime të tilla? Po këto janë të mirëseardhëna edhe për neve dhe për publikun, mirë po nuk ka shumë kësi lloj bashkëpunime, ka shumë pak që me thonë edhe në teatr edhe në film. Në film ka pas kove të fundit ma shumë sa i kom pa unë, ka produksionet ndryshme për edhe filmin metrazhit gjatë edhe të tjerëve. Në teatr na kemi pas një bashkëpunim herët kemi qenë 3 teatro. Teatri i Gjilanit, Teatri Kombëtar i Kosovës edhe Teatri i Prizrenit, me shfaqjen Fausti, me regjisor Fadil Hysen, ku kemi qenë në ekipet domethënë prej 3 teatrove, të kombinim të aktorëve. Në atë periudhë, këta aktorë të këtyre teatrove kanë nejtë në Gjilan, sidomos teatrit të Prizrenit, teatret kombëtar, ndoshta kanë pas më tepër angazhime, kanë nejtë kopaskove, po jo gjatë gjithë kohës, edhe kjo kone veçanta e projektit, edhe për publikun në Gjilan, që ka pas mundësi me i po një Ramani të aktoreve prej 3 shtëpive teatrore. Ka qenë shumë interesante edhe një përvojë shumë e mire edhe ajo, po pse mos me u bo këto bashkëpunime, mirë po kanë edhe shpesher janë këto që i stopon që i ndalë që nuk ka bashkëpunime edhe fondet edhe bugjetet e teatrove. Kur folëm për pjesën e studimeve, studentët në përgjithësi, padyshim që na kujtohet gjithmonë edhe seriali Cimerat, kështu që po besoj që ka qenë një periudhë e artë edhe ajo për ju apo jo? Po, ka qenë një përvojë edhe shumë e mirë, ajo ka qenë iniciative e aktorëve e Agronit, Shalës, Xenit, tani Ndjerë, Gjelalit, Albanit, Valina. Kam qenë pjesë edhe une për një sezonë së zgaboj, dhe e ka zgjatë edhe ma tepër. Ka qenë një përvojë shumë e mirë, është një prej serialeve ndoshta edhe 2-3 që kam patën fillu në atë periudhë në Kosovë. Edhe kam përvojë edhe kujtime shumë të mira me atë ekip edhe me gjithë atë punë që është bo. Po serialet vendore sot? Si ishin e tek ne? Po edhe ato kanë qenë vendore edhe tash këto. Për aktorin, do me thonë, është sa ma mirë që punohet, sa ma shumë që ka edhe seriale, edhe filma, po edhe shfaqjen e për teatro, që aktorët me pas angazhime më të mëdhaja. Po tash nuk e kanë fatin gjithë me lujt, edhe në seriale, edhe në filma, dikush e ka fatin, dikush jo. Po, e mira është që të punohet, do me thonë. Sa ma tepër që ka, e thash seriale apo filma, është e mirë për jetën kulturore, për gjithësin në vendin tonë. Po, zakonisht i shohim këtë pjesën e serialeve më shumë të fokusuar themi në zhanrin e komedis. Ju jeni në një serial që trajton krejtësisht një temë tjetër, apo jo, serialin në Rrugët e Lirisë? Tash nuk mëj me folë për krejtë serial, mirë po ka pas edhe komedi, edhe me temat ndryshme. Po unë këtash që luin këto në Rrugët e Lirisë, është një diçka jo komike, do me thonë, e ka një temë të caktume që është fillu, do me thonë, si një gjari si temë, është vitet 90-ta. Gjendja politike dhe mandej jeta e shqiptarëve në atë periudhë. Ndoshta kjo e ka bo edhe me pas një shikueshmëri shumë të madhe ky serial që e ka, shfaqet në YouTube, se është një kohë jo shumë e largët që një pjesë në ti ndoshta sigurisht që jo, se ke përjetuat se jeme e re atë periudhë, mirë po ata që kam përjetuar
atë periudhë edhe shofin serialin, shofin epizodat edhe si cili ka me gjithë vetën diku në ato epizoda. Do me thonë, ka qenë një represion prej ati sistemi i dhunshëm që nuk e guxu me lëviz lirë, nuk e guxu, s'ke pas kur farë drejtë, thjesht. Edhe ndërkohë kam fillu një organizim i një grupit disa djemve të ri, një grup ilegal, do me thonë një grupi ilegale, që kanë qenë edhe realisht në atë periudhë, ku njëtën e përditshme po flasë, jo serialin, ku përfundu, do me thonë, prej aty në grupeve kemi ardhë prej një rezistencë paqësore, deri në një organizim të atyre djemve që janë armatose dhe u dashme i dalë balë ati sistemi i Serbisë. Do me thonë, këto prekën në këtë serial, do me thonë, është ai grupi që ka fillu me organizu, me rezistu, se e ka pa që nuk shkon me ato gjona, me ato mjetet rezistencë paqësore, edhe aty jemi dikon mirë, po nuk di ku më rrihet fundi, ka hala, shohim. Tregua që shumë prej atyre që kanë përjetu në ngjarje të tilla mund ta gjejnë veten në këtë serial, po për juve ndoshta ato kujtimet dhe me aktru në të njëjtën kohë një serial të tillë, sa ndoshta ju bën të emociononi ndonjëherë, edhe pse puna juaj është aktrimi, prap ato skenat, ngjarjet, kujtimet? Po emocionet janë gjithëherë te aktori, pavarësisht ku lun, në film apo në teatr, në serial, emocionet janë përhershme. Mirë po, tash personazhin që luajën aty, fillimi ndoshta ka qenë më i vështirë, si çdo rol kur e merr aktori, pavarësisht ku. Fillimet kanë qenë se nuk e kemi ditë edhe çka ndodh saktësisht. Edhe kanë qenë ndoshta më të vështira ato epizodat e para, mirë po, ma vonë veç e ka marrë rrugën, kahjen ka shkojmë, edhe personazhi, edhe komplet seriali, edhe mandej është më e lehtë nër kuptohet. Tash veç janë kriju raportet mes personazheve që jemi aty, janë kriju marrëdhëniet, edhe tash mbaret prej epizodës në epizod, ka jemi prej skenarit ka na qonë. Po në përgjithësi edhe publiku i teatrit, çka pëlqen më shumë prej zhanreve? Pëlqen më shumë dramat, komedit, apo publiku besoj ka qef komedin, na kuptohet, e kemi vetë jeta jonë është një dramë, edhe kemi nevojë me dalë prej asaj drame, prej jetës përditshme, prej preokupimeve, edhe nëse shkojmë teatr për me kalu një orë e gjysmë apo 2, edhe kemi qef me pas një relax, mirë po edhe drama e ka të vetën, edhe aty është relaxi, edhe aty është një përvojë ndryshe, mirë po dyat janë të mira edhe për publikun, kuptohet. Po për juve personalisht si aktor, cili zhanër ndoshta ju flen më shumë? Po dyat i bëj me ëndje, me shumë dëshirë. Mirë po në komedi është ndoshta ri vetëm pak më mirë, megjithëse në komedi është shumë më e vështirë me lujt. Është e vërtetë që komedia është më e vështirë si zhanër? Normal që është më e vështirë, nuk është e lehtë. Me shti publikun me qesh, po shumë e vështirë, sidomos sot, në kohën ku po jetojmë na, me teknologjinë që ka ardhur, me teknologjinë që e kemi të përditshme që është bo, edhe o shumë e vështirë. Mirë po, unë e ndi vetën më mirë. Po edhe kam lujt në shumë pjesë, në shumë shfaqje, në shumë komedi. Flaka e Janarit është një ngjarje shumë e rëndësi për ju, apo jo? Cila qëndron historia pas flakës e Janarit? Po, flaka e Janarit ka fillu, ku folëm ma herët për atë periudhën studentore, dhe me thonë, ka fillu në ato vite. Prej disa njerëzve, disa trinjve, trejave, përveç jetës politike që ka qenë me rezistu në atë kohë, ka qenë edhe kjo pjesë, dhe me thonë edhe pjesa artistike. Edhe ka fillu si organizim në shenjë e respekti për dëshmorët e kombit, për vëllezërit Gorvalla, për Kadri Zekën, për Recep Malën, Nuhi Berishën, Zia Shemsiu e tjerë. Edhe ka fillu, do me thonë, në shenjë respekti për ata me disa aktivitete kulturore, ma herë që ka ndodhë, edhe ka arë si proces edhe si
do me thonë me bo një farë forme, mirë po jo sikur sot që është Flaka e Narit. Tash është diçka tjetër, është nda me shtylla, është arti skenik, arti pamor, është muzika, poezia, ka shumë gjona tjera që kanë mirë, po në atë kohë ka qenë kjo pjesa e arti skenik edhe muzikës, edhe poezia. Do me thonë është fillu me këto gjona, mirë po vit pas viti ka artu e marrë atë formën. Falë vullnetit gjithë aty në njerëzve, se kanë qenë shumë njerëz që kanë punu, zguzoj me përmen emrin aty, se kanë punu shumë njerëz në atë manifestim për me ardhë sot ku është. Edhe tash Flaka e Narit, do me thonë për shtyllën, për artin skenik, për talin e flakës, bara i ka ra gjithër drejtorit të teatrit me bë organizimin e kësaj ngjarje. E tash viteve të fundit ka ndryshu me ligjet, me rregulla, procedurat që vazhdojnë çdo vit të ndrohen. Tash bëhet thirrje publike, aplikojnë organizata jo qeveritare dhe marrin me organizu. Do me thonë edhe artin skenik, po dhe shtylla tjera. Këtë vit unë kam qenë pjesë e juris në këtë festival, që është edhe jo, do është me pranumit, po jo me dëshirë të madhe me qenë pjesë, po duhet dikush me qenë nga njëra aty. Pse jo me dëshirë më të madhe? Po, ka qmime, në fund festivalit ndohen qmime, dikush mbetet pa qmime, mandej mund dikush me ka atër mbetje, pse aje ka marrë se ka marrë, dhe me thonë gjithëherë ka pak nërsi që mirë po, ne jemi mundu me qenë shumë real, edhe me gjyku drejt me antar tjerë kolegë që kemi qenë, ato që janë konë, edhe kanë qenë 4 shfaqje në konkurencë. Teatri jonë kemi marrë pjesë me shfaqje God Bless America, mirë po kemi qenë jashtë konkurencës. Si Niko Qirë, edhe shfaqja ka qenë që u punu ma heret, do me thonë, jo e këti viti, kemi qenë jashtë konkurencës, edhe ka përfundu mirë, ka shku mirë, kështu. Cila është ajo shfaqje që ndoshta keni pas më shumë të repriza, ndoshta për kërkesës shumë të madhe të publikut? Të kujtoni se ka qenë ndoshta ajo shfaqja më e suksesshme sipas juve? Po kanë qenë shumë shfaqje mirë, po kjo edhe tash këtë foton po e shoh këtu. Kjo është shfaqja, foto prej shfaqjes Togeri nga Inishmori, me regji të Shkelzen Berishës. Edhe kjo shfaqje ka pas shumë repriza dhe shumë kërkesa prej publikut. Kemi dhënë shumë herë, nuk di sa kësa repriza, edhe ka arë publiku ndoshta ka ndodhë dikush me pa për 5 herë, 6 herë shfaqen. Dhe më thonë atë që ka qenë shfaqje e mirë dhe këndshme, edhe e ka një vetën mirë. Dhe më thonë po edhe ne aktorët e kemi lujt me shumë knarësi. Këtu jo foto me Ernestin, që kemi qenë partner në skenë, në gjitha skenët. Kemi qenë një kontrapunkt me personazhin që i kemi pas, që çfarë teme ka trajtu? Që përlamit të ankohen, po tema ngjarja është në Irlandë që zhvillohet, do me thonë, ai Togeri që kalon një macë në shtëpi, babës vetë me u kujdes, e unë jam baba, edhe kur vjen maca, nuk e ka macën në shtëpi, edhe ta shprej asaj macës bën një 4-5 vrasje, një vranje 2-3 maca. Do me thonë, kjo është ajo humori i zi që ka qenë në këtë pjesë. Sa pëlqet humori i zi në Kosovë si pas juve? Po, që me thonë tash mbarët prej shijes publikut, mirë po ka pas shumë shfaqje, do me thonë tilla ku prekët, do me thonë, është një komedi me humorin e zi, tash dikush e gjenë vetën, dikujt i pëlqen, dikujt ma pak, mirë po është shumë interesante si pjesë, si humor, do me thonë, si zhanër. I përmendet më herët dhe pjesën e ndarjes çmimeve në ngjarje festivale të ndryshme, sa e shihni ndoshta të rëndësishme në përgjithësi organizimin e festivaleve të tilla në Kosovë? Ndoshta edhe me të ftuar nga vende tjera, regjisorë të huaj, aktorë të huaj, lidhje, komunikime me shtete tjera. Po, ka shumë festivale në Kosovë. Festivali Flaka e Narit Gjilan, do me thonë, është i profilizuar, ka profilin e vetë, është teatri i dramës shqipe, që është i vetëm në Kosovë.
Në teatrin në festivalin Flaka e Nari, Italia Flakës, vinë shfaqje prej teatrove ato që ftohen, kuptohet, të dramës që kanë shfaqje dramës shqipe. Edhe prej Shqipërisë, edhe prej Maqedonisë, edhe prej Kosovës. Tash, në Italia Flakës nuk më varet çka ka në repertori i këtyre shfaqjeve. Domethënë, në këtë festival shihet pasqyra e gjitha teatrove mbar shqiptare, çka kam punu si repertor dramën shqipe. Edhe kjo shpesher nuk varet prej organizatorit, prej teatrit Gjilanit, cilësia e shfaqjeve. Ajo është e kufizuar, domethënë ftesa, se kur nuk je i kufizuar, mund me ftu edhe me dramaturgji botërore, mund me ftu komedi, mund me ftu dramë, nuk je i kufizuar, mirë, por këto është dramë shqipe. Tash varet organizatori koni ka ftu, e mira është me pas, do me thonë është festivali, me pas musafir ndryshëm, me pas regjisor, aktor, ku gjatë ditës pas shfaqjeve shkëmbejnë mendime, biseda për shfaqjet prezente që janë gjatë festivalit, po edhe tjera, kjo është e mira festivaleve. Nderuar, po ju falenderoj shumë që ishi sot pjesë e emisionit fundjavë dhe për gjithçka që ndodh sot këtu me ne, ishte shumë kënaqësi. Unë ju falenderoj juve për ftesën, ju ftoj me pa shfaqjen e fundit që kemi bërë kabare 1999, teatrin e Gjilanit. Jeni të mirë së ardhur, ju dhe televizioni juaj, edhe shfrytëzoj rastin në fund me gjithë teleshikuesve të juaj me ju uru këtë muaj të shenjtë të Ramazanit, edhe gjithë agjeruzve agjerim të lehtë. Ju falenderit, i nderuar, një vetë të mbar me tutje. Falenderit shumë, sukses edhe ju.